Kryeministri Edi Rama këtë të mërkur ishte prezent në Universitetin Politeknik të Tiranës, së bashku me Ministren e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, për firmosjen e një marrëveshje mes universitetit dhe ministrisë. Marrëveshja lidhet me përgatitjen e studentëve përmes praktikave të paguara të punës, me qëllim aftësimin e tyre profesional, si dhe njohjen nga afër në terren me të gjitha proceset e zhvillimit të infrastrukturës. Kryeministri Edi Rama theksoi rëndësinë e praktikave të punës për studentët si një mënyrë për të rritur cilësinë e administratës publike dhe për të ndërtuar ura të qëndrueshme mes universiteteve dhe institucioneve shtetërore. Procesi i ndërveprimit me universitetin sipas fushave ka njohur zhvillime të vazhdueshme dhe eksperienca na ka mësuar që në këto bashkëpunime me fakultete të ndryshme ka shumë për të mësuar, por njëkohësisht ka gjithmonë më shumë për të bërë. Dhe programi i sotëm është shprehje e këtij fakti, por njëkohësisht përtej këtij programi, i cili do të mundsoj rekrutimin për një praktik të veçantë për një numër studentesh të këtij universiteti, ne duam që të shkojmë edhe më tutje dhe duam që të artikulojmë edhe më shumë programe të posaçme të kësaj natyre, për t'i dhënë mundësi të gjithë atyre që studiojnë në universitet që të fillojnë të materializojnë një perspektivë të nesërmes pa mbaruar ende studimet dhe që të përfshihen në praktika pune të cilat ju hapin atyre këtë perspektivë dhe ju sigurojnë një informacion të domosdoshëm lidhur me si mund të bëhen pjesë e përhershme e trupave të ndryshme që operojnë në funksion të interesave të shtetit shqiptar, dhe nga ana tjetër për të krijuar ura të reja, kanale të reja bashkëpunimi në mënyrë që investimet dhe mbështetja e drejt për drejt e qeverisë për universitetin të shkojë pikërisht në funksion të përfitimit të ndërsjellë. Kryeministri Edi Rama ju bëri thirrje pedagogëve dhe studentëve që të angazhohen sa më shumë së bashku në funksion të rritjes së komponentit të inteligjencës artificiale dhe për ta integruar në të gjitha hapësirat e universiteteve të vendit. Ai tha se AI do ta kenë në vëmendje edhe në buxhetin e vitit të ardhshëm. Në fund dua ta mbyll pikërisht me këtë ndryshim dhe me domosdoshmërinë që në çdo universitet ne të krijojmë sa më parë hapësirat për t'i dhënë mundësi pedagogëve, për t'i dhënë mundësi studentëve që të aktivizojnë talentet dhe dijet, por dhe kuriozitetin e tyre intelektual për inteligjencën artificiale. Është absolutisht e domosdoshme, por është dhe absolutisht e mundur. Përfitoj nga rasti t'u bëj thirrje pedagogëve, t'u bëj thirrje studentëve që të angazhohen sa më shumë për të punuar së bashku në funksion të rritjes së komponentit të inteligjencës artificiale në të gjithë hapësirat e universiteteve tona. Rama theksoi se qeveria po bën përpjekje për të sjellë realitete të reja akademike nga jashtë në Shqipëri.